Sa ka qenë shumë ma dhe bakshishit që ke marrë anë dasë, anë në event, anë fejes, anë muzikë, anë diskotek, ku di unë, ku ke këndu, që ke këndu gjithë ka. A me rajt? Mos më A gudzoj? Ja, muish mos më raj. Se ka shumë që më rajnë. Qa po thu mu të rtja me Fol pak. Ma thuj çfarë shumë ta shkruajsh tu. Një shumë që e ke marrë mas shumë ti. 25, jo. Ja, s'po të raj. Ja, mos më raj. Arrajnë disa që thoi 25-30 mijë, që arrajnë ajo. Valla ka pak, po. Arrajnë ka pak. Okej, hajde më thuj, sa e ke marrë shumë në. Une nuk po foli me shifra, po du me thonë jam gjatë këtë karrierës time që kum bo, na për dasma, na për diskoteka, na për muzika live, na për gjithë ku kum performu. Mos gabo se jena në rubrikën. Okej. Edhe jam shumë i knasë me vlerësimet që më kanë bo, ata që kanë ardhur më kanë dëgju. Më kanë vlerësu aq mirë, sa që nuk ka shifër, që më me caktu, me thonën që kjo është shifra, edhe do me thonë atë dashnin që ma kanë thonë, atë vlerësimin që ma kanë bo, është milion. Edhe 20 frank mi ka qitë dikush, është milion. Për mu është shumë e madhe. Bravo. Edhe i falemderoj deri në ditën e kiametit. A ma futesh edhe realisht bujar të këngëtarët serios, këngëtarët e mirë. Seriozisht? Seriozisht po ta. Mos ma bo qefin? Jo, sinqerisht po ta them. Kam respekt. Faleminderit shumë. Të shoh aq sa të njoh, shoh një njeri i kompletuar, një njeri familjar, i serios. I rëndësi kësaj pjesës shumë. Edhe sinqerisht ta vlerësoj këtë pjesë, edhe e ke duke, është e dukshme kjo. Shumë faleminderit. I kam dhënë rëndësi shumë, i kam dhënë rëndësi kësaj pjesë. Absolutisht. Se kjo edhe të mban në treg. Po, fatmirësisht. Se dikush edhe e humb fillin. Po, normal. Normal, edhe dalin edhe deklarata pa lidhje edhe flasin gjana pa lidhje si s'ju takojnë. Dikush dele fletë. Miren me tema që s'ju takojnë. Kjo është ideja. Unë kam pas kujdes në të gjana. Bravo qoftë. I kam dhënë shumë rëndësi me qenë njeri mas nej këngëtar. Apo vjen se mbyti malli, shpirtin e kam pik të hallit. Apo vjen po du me të pa. E fort që ke kongë. Hajde buja të më diçka i herë. Hajde bën ma dis. Me të knu? Hajde bën ma dis herë. Di morëm ty me ta bo dis është. Diçka që ta jo mu, po diçka një stroftë kongës ta ona, po diçka. Ta një gjojmë pak. Unë ty me ta bo dis është problem. Ty e kam një kongë për ta. Hajde, për mua. Hajde. Kam një kongë për ta, se po du m'ja kujtu pak një vend që kjo e donë shumë. Zoti hajre boft. Gjilanin. Këshyri shoh. A gudzoj? Me ta kujtu një vend që ti e donë thonë. Hajde ta shohim. Mas venit ku ke linti, ata donë venin e dytë e ki më të preferu. Këtë tha Gjilanin? Se cilën vend po të... E tha marash. Ty Gjilan nga do që shkoj, të kam në zemër jo s'të haroj, o sa mal që kam për ty, një kafe në kristal me pi. Një kongë shumë e mire e kolegu tonë Burim Eminit, cilin e përshëndes. Po du të një përshëndes se të ne këpusin në për YouTube në qojnë. Po, ja, përshëndes Burimin e kam shumë jaran, e kam shumë shumë. Një kongë shumë e mirë edhe do shtë ty me të përshëndet se e di që ti Gjilanin e ki favorit mas venit ku ke lind. Po, unë e du vendlindjen e... Unë e shep bujar.